Përshëndetje nga sofra shqiptare. Kam sjell një video pak më ndryshe se zakonisht. Kam sjell një video ku do ndoj eksperiencën time në pushim në hotelin Hedef Beach Resort, i cili është në Antali, ndryshe në një pjesë të Allanis është. Tash do shohim se si është hoteli nga brendësia. Pra, do ju ndihmoj shumë kjo video, nëse shkoni në pushim dhe do zgjidhni këtë hotel. Jemi shumë të lodhur nga rruga. Ja dhe si duket hoteli. Është i bukur në pamje. Kjo është himja e hotelit. Recepcioni. Ka një hapësirë shumë të madhe. Tash kena marrë dhomën dhe do shkojmë të sistemohemi. Ka 5 ashensor, 4 nga këto janë funksional, kurse një është deri në katin përdes, kurse dhoma ime është në katin e dytë. Dhoma jonë është 2213. Ju prezentoj dhomën. Dhomat janë standarde, janë të mira. Dhe balkoni. Kjo është banjo. Kemi pushuar pak, tash zbrisim për mëngjes. Kuzhina është në katin përdes. Ta shohim çfarë mëngjesi kemi. Sen al çekin. Neyi? Bahçetten çekildim biraz. Crema, marmellata, fruta, gjatra ndryshme, prosciutto.
Salata. Olli. Kemi ngrënë mëngjes, tash shkojna pak në sauna, në hamam. Këtu, në kotin përdes, ka dhe market, ka butiqe të lëkurës. Në këtë kat është sauna, hamami, qendrat për masazh. Keni dhe fitnessin. Pra kjo është hamami në këtë hotel, mund të shfrytëzoni. Qendrat e masazhës. Keni dhe saunën. Nga koti përdes, ka dalje në obar, ku do ju tregoj dhe oborin, se si është. Kjo është pjesa e cila lidhet me kuzhinën. Kjo është pjesa ku përfundon oborri i lidhur me kuzhinën. Këto në fillim të oborrit është një bar. Pra dhe një bar tjetër e keni në fund të oborrit. Kjo është oborri i hotelit. Këto janë pishinat. Deti është shumë afër. Plazha. Keni bufejnë e hapur për gjatë gjithë ditës. Ushqime të ndryshme. Yani bir şey söyleyeyim mi? Komşu olmak daha iyiymiş, bunu anladım. Mund të bëni burgera, keni makarona, patate, morët, gjithë nga dëshira.
Nga ora 11 gjatë gjithë ditës kemi pite, pjekura. Plazha është e madhe, mirë po nuk është mega luks. Ja, plazha si është. Është shumë e madhe, nuk ka bufet hapur, pasi bufeja është në fund të oborrit të hotelit. Një pjesë të ditës deri në drekë do ta kaloj në plazh tek deti, pjesën tjetër tek pishina. Tash është koha e drekës, shkojna për drekë. Oborri ka dhe pjesën e gjelbërt. Një pjesë shumë e mirë, pjesa e gjelbërt. Dreka në këtë hotel. Salatat. Pije. Burası çay. Pas dreke, pak që ju demonstroj hotelin, se si është nga mbërëndësia. Pak ma shqetësor, të hipim gjerit e kati sepër. Të kthehemi tek kati I dytë. Ta shohim hotelin nga brendësia. Mund të pushoni pas ditëve, pas darkëve. Çdo pjesë e kësaj hapësire ka dalje në teras. Ky është restoranti.
si që ceka, ka dalje nga çdo anë terras. Këtu është bari, ku mund të konsumoni pije të ndryshme pa limit, çaj, kafe turke. Ne t'i përësisim 2 kafe turke. Terasat kanë pamje nga pishina dhe nga pjesa gjelbëruse o borrit. Vërtet një pamje shumë e mirë. Ja pamja e hotelit nga terasa. Ka teras të madhe. Terasat janë të mëdha. Pas dreke do ta shfrytëzojmë pishinën. Gjatë kohës së pasdites mund të shërbehuni me biskota të ndryshme. Ushqimi në këtë hotel është shumë i mirë, mund ta vlerësoj me notën 10. Jemi dikon nga ora 6, kemi përfundu sot në pishinë, pra përfundum ditën, tash do ikim në hotel që të pastrohemi dhe të kthehemi për darkë. Jemi bërë gati për darkë, shkojmë tash. Darka. Ka ushqime të ndryshme. Salsa të ndryshme, salata, Прикинь. Benim arabalara sahip çıkmıyorsunuz ha. Sen mi geliyorsun lan yoksa? Tamam. Tamam mı? Bir yarım saat sizin burada kapın olur mu? Yarım saat. Ne güzel. Pije, kalimit. Ëmbëlsira të ndryshme.
Frutta. Ushqim tradicional turk. Pide turke shumë të shishme. Çdo mbrëmje ka organizime të ndryshme për fëmijë. Kjo është rruga e cila të çon tek pazari, është vetëm se 3-4 minuta larg hotelit. Një pazar shumë i mirë, ku mund të bleni gjëra të ndryshme, mund të shfrytëzoni pas pazarkëve. Dyqanat janë të hapur për gjithë ditën, mirë po pas darke bëhet pazari më i lëvizshëm, ka gjëra shumë të bukura. Ju se vizitoni këtë hotel, mos e lini është një pazar, ha?
Jemi zgjuar herët në mëngjes që ta bëjmë një shëtitje në për oborrin e hotelit dhe shkojmë deri tek plazha. Është dita e dytë. Do lëmë pak bakshish që të na rregullojnë shtratin kur të vinë. Pishina gjatë kohës së mëngjesit në shumë qetë. Është ora dikon 7:20. Ka një pamje shumë të mirë. Pastërtia në këtë hotel është në nivel, mund të vlerësoj me notën 10. Kjo është dalja për tek deti, për tek plazha. Shofim na kanë rregulluar dhomën pasi u lanë bakshish, kanë rregulluar shumë bukur. E vërejnë edhe vetë, shumë bukur. Jemi në ditën e 7 të pushimit, është ora 12 e ditës, duhet që ta lirojmë dhomën gjatë gjithë ditës, mund ta shfrytëzojmë hotelin, derisa të transportin për në aeroport, valizhet i dorëzojmë. Jemi në orën 7:30 të mbrëmjes, ka transferi për aeroport. Ne kemi kaluar shumë mirë në këtë hotel. Unë mund të vlerësoj me notën 8 për luksin e hotelit. Ushqimi dhe pastërtia janë në nivel me notën 10. Kemi kalu shumë mirë në këtë hotel. Besoj se kam ju kry punë qofse zjeni këtë hotel për të ardhur në pushim, qofse shikoni këtë video. Tash do shifemi në aeroport. Kemi arritur në aeroport, kemi bërë check-in-un në aeroport. Të gjithë ju që keni qenë dhe njëherë në Antalya, e dini se ka dyqane të shumta, ka shumë parfume të mira, keni gjëra shumë të bukura. Vërtet ka shumë gjëra për të blerë. Meraklit e ëmbëlsirave dhe llokumave. Patjetër që do bleni dhe do i provoni. Vërtet janë shumë të mira.
Dhe kjo është përfundimi i këtij udhëtimi. Besoj se ju ka pëlqyer kjo video dhe ju shërbej shumë gjithjo që të zgjidhni këtë hotel për të kaluar pushimin. Mirëmbëjtje, gjeni në pushimin e radhës.